Shqipëria është pjesë e një delegacioni ku unë marrë pjesë. Ato janë sfidat më të mëdha, sepse ata vazhdojnë të jenë kundërshtarët më të mëdhenj, ani pse ne aty jemi për diplomaci publike dhe për të drejtat njeriut, ku në fakt fare s'do duhet përzjej politika në këtë pjesë. Megjithatë, shpeshherë delegacionet e tyre janë të infektuar me situatën e së kaluarës, edhe detyrimisht duan që Kosovën ta qesin keq. Detyrimisht duan që Kosovën ta qesin si një shtet armik, ndoshta të komplet arenës ndërkombëtare, po e mira e kësaj është që është e kundërta. Dhe tani edhe shumë shtete ndoshta që fare s'kan pasur njohuri për ne, e din që është e kundërta në raport me atë se çka është thënë në të kaluarën ose çka mund të thuhet në një konferencë të veçantë. Kom pasur rastin gjatë kohës së pandemisë kur gjithçka u rikthye në formë virtuale, ishim në një konferencë ndërkombëtare ku merrte pjesë edhe Serbia dhe Rusia në të njëjtën kohë, dhe në momentin që unë nisa fjalimin për Kosovën dhe fillova të flas rreth luftës që ka ndodhur në Kosovë, rreth pozicionit të UÇK-s dhe gjithçka që UÇK-ja ka bërë për lirinë e Kosovës, në shajm proteste të dyja shtetet e lëshuan konferencën. Dhe pastaj Duart Trokitjes shkuan për Kosovën për mua në këtë rast. Edhe këtu ka qenë një rast që sa më ka bërë ndoshta të ndihem keq pse ne ende vazhdojmë të ngjesim në atë mentalitet, aq më ka bërë të lumtur për faktin se dola triumfuese, sepse ishin ata që lëshuan konferencën dhe jo unë, edhe pikë negative pastaj prej